Sipas ligjit të Kinës, do të thënë çdo kompani që investon është e detyruar të dhënë atë japi shërbime inteligjente kinez. Dhe këtu kemi cënuar dhe privatësinë, kemi cënuar dhe element tjerë të rëndësishëm, po ta shikosh çka ka ndodhur te Akshi, është një katastrofë që kërkon një analizë të gjitha. Por kjo që flasim unë edhe ju është një gjë spontane. Unë mund të kem gabim, ju mund të keni drejt. Atëherë kush është institucioni që diskuton këtë? Është Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili merr burimet e inteligjencës tonë ushtarake apo edhe të shtetit, merr të shërbime inteligjente vetëve të tjera, merr informacionet e institucionet të rëndësishme që merren me çështjet e sigurisë dhe përcakton një politikë. Në qoftë se Nations Defense Authorization Act, do një miratuar në Kongres dhe nga presidenti Trump, thotë që Ballkani ka rrezik nga aktor keqdashës siç është Rusia dhe Kina, atëherë menjëherë duhet bësh një analizë se ku jeti në raport me këtë çështje. Dhe nëse ka dhe proxy government siç është Serbia, atëherë kush janë marrëdhëniet tua me këtë shtet? Pra çdo gjë duhet kaloj nëpërmjet një filtri të një interesi sigurisë kombëtare, sidomos për një vend të vogël siç është Shqipëria. Shqipëria gjithmonë ka ecur me bindje që duke qenë antar i NATO-s ne jemi të garantuar. Artikulli 5 është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por nuk funksionon me atë dëshirën e madhe siç kemi dashur ne deri tani. Prandaj ndërtimi i kapacitetet të sigurisë dhe analiza e tyre në institucione të rëndësishme si Këshilli i Sigurisë Kombëtare është i domosdoshëm. Dhe unë e them, Shqipëria ka nevojë për një strukturë permanente të analizave të çështjeve të sigurisë që quhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Këtë kanë gjitha vendet anëtare. Duhet kaloni dhe projekte të tilla si Smart City përmes filtrit të... Padyshim që po. Padyshim që po, sepse ti duhet i bësh një vlerësim, nuk është ajo çka të duket ty e bukur, pas çdo gjë e bukur ka padyshim detaje të cilat mund të jenë kërcënuese për sigurinë, sidomos në aspektin e teknologjisë. Një Shqipëri në këtë nivel teknologjik të njohjes teknologjisë e tjera, të ketë instrumenta mbrojtëse, do të kaq siguruara për qytetarët, sigurinë kombëtare, do thotë është një, si themun, një pozicion pak naiv nga ana jon. Prandaj duhet që çdo gjë duhet analizuar. Por që të analizohet duhet një strukturë që t'i analizojë. Dhe unë po them se po mblidhet presidenti Begaj me Edi Ramën e disa ministra. Jo, është një strukturë e cila nga pikpamja teknike dhe ekspertizës ndërton një informacion të qëndrueshëm për të marrë një qendrim. Unë po i them edhe për atë çka thatë ju, Rusia dhe Kina, po i marrësh një think tank i cili ka bërë një studim jashtëzakonisht të rëndësishëm, prezantuar te partnerët dhe unë e kam për sa i përket rrezikut që vjen nga Kina dhe nga Rusia. Dikush kur dëgjoj mua thotë, "Ora po ja fut kot këtu, ku ka Kinë këtu dhe nuk ka as Rusi." Jo, mënyra e penetrimit nuk është ajo as me tanke, as me aeroplan, por është penetrim në infrastrukturën kritike, në investime e tjera dhe po ta marr nga ana tjetër, investime tregtare, do të me Kinën ka një rritje do në galopante. Dhe në këtë pikpamje duhet parë se ku jemi. Sepse ne gjithmonë kemi pas këtë fenomen që të shkojmë drejt drejtimi me sy mbyllur dhe pastaj përpiqemi të rriqemi duke shkaktuar dhe pasojë ekonomike dhe sociale në vendin tonë që nuk është normale. Por si vend antar i NATO-s ne duhet kemi një Këshill Sigurie Kombëtare efektiv, duhet kemi një president i parë që kupton konceptin dhe problemet e sigurisë, duhet kemi një kryeminist që ta kuptojë që nuk janë çështje personale të tij, janë çështje institucionale dhe politika e jashtme e një vendi nuk është dëshirë apo spontanitet. Është një politikë shtetërore dhe kur flitet shtetërore nuk është një qeveri, është institucione shtetërore dhe mundësisht të një kuptimit përbashkët politik pozit dhe opozit. Nga ana tjetër, nga procesi i Berlinit te Ballkani i hapur, nga Ballkani i hapur te Ballkani i mbyllur dhe rikthim në shinat e procesit të Berlinit, a mendoni që Shqipëria humbi kohë në këtë proces? Ju si opozitë keni denoncuar në mënyrë të vijueshme, por a pati ndonjë përfitim realisht Shqipëria nga Ballkani i hapur? Jo, pati vetëm një përfitim te Edi Ramës për të bërë show, se nga pikpamja e një raporti konkret nuk ka pas asnjë lloj përfitimi. Për mos thënë në pikpamjen e interesit kombëtar pati një dëm shumë të madh. Se qenia e Kosovës jashtë kësaj marrëdhënie dhe dublimi nga ana e Shqipërisë të interesave të Kosovës është gjithmonë i dëmshëm. Paternalizimi i Tiranës kështu i Kosovës është një dëm jashtëzakonisht i madh që i bëhet autoritetet e Kosovës në njohjen reciproke, në dialogun me Serbinë, edhe në marrëdhëniet e partneritetit me BE-n apo dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është e papranueshme, nuk mund të jesh edhe vëlla me Vučićin edhe vëlla me Prishtinën. Pra duhet dërtuar një raport i drejtë. Un kam pasur dhe kam bindje, nuk është se kam ndonjë tendencë për të thënë që Serbia është gogoli i Ballkanit. Por Serbia ka përcaktuar që politika e vet e sigurisë dhe politika e vet e jashtme është e lidhur me Rusinë, më shumë se me çdo tjetër dhe nuk ka për të hequr dorë nga kjo. Politikat ekonomike i ka shumë të fuqishme me Kinën, për më tepër është kundër NATO-s, për arsye që përpiqet të shpjegoj me historinë çka ka ndodhur, por mendoj është më tepër sa kaq dhe ajo që është e rëndësishme politikën europiane ka si një lloj mundësie për të qenë pjesë e diskutimit europiane, po jo si një qëllim të vetin nga pikpamja gjeopolitike. Po zoti Mediu, se kjo më ngacmon pak. Si ka mundësi atëherë që një Serbi e cila ka më pak se 10% të qytetarëve të saj, 10% të qytetarëve të saj mbështetje për NATO-n,
dhe rreth 46% mbështetje për Bashkimin Evropian, pra më të ultat në gjithë kontinentin evropian. Ka këtë lloj intensifikimi të marrëdhënieve, madje kanë kryer para disa vitesh dhe stërvitje të përbashkëta me ushtrinë amerikane. Ka pasur vizitat nivelit të lartë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi Bektelin, e cili ka qenë një interlokutor i fuqishëm, dhe ku Marko Gjurić, ministri i jashtëm aktual i Serbisë, ka qenë pjesë e bordit të tij. Dhe nga ana tjetër kemi një vizitë të Milorad Dodik në Washington ditët e fundit. Si analizoni këtë? Po ti analizojmë me radhë. E para do të thënë qasja e Serbisë në rajonin e Ballkanit ka qenë dhe ngelet shqetësim për NATO-n dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për Europën. Dhe padyshim Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duan që ta qasin në partneritet dhe marrëdhënie të qëndrueshme me Serbinë.